Nuk ka munguar urimi politikës për festën e Kurban Bayramit. Kryeministri bëri një urim të shkurtër po nga rrjetet sociale në mesnatë sapo trokiti data 27 maj. Presidenti i Republikës uroi besimtarët musliman përmes një postimi në rrjetet sociale. Nga Meka, qyteti i shenjtë i besimit dhe paqes, në këtë ditë të shënuar të Kurban Bayramit, ju përcjell urimet më të përzemërta për më shumë begati, shëndet, harmoni dhe mirësi në familjet tuaja, shkroi kreu i shtetit. Ndërkohë që Sali Berisha zgjodhi që urimet për muslimanët i jap gjatë vizitës në selinë e komunitetit musliman, nga ku uroi të gjithë besimtarët musliman, por dhe të gjithë shqiptarët. I uroj gëzuar këtë ditë që simbolizon, frymëzon sakrificën, mbi të cilën ndërtohet gjithçka e mirë. Uroj që Bajramin tjetër ta bëjmë na gjej dhe ta bëjmë më mirë. Në emër të socialistëve, krerët e komunitetit musliman i uroi kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla. Tradita jonë e gjithë shqiptarëve është që ne i festojmë të gjitha festat fetare, por Kurban Bajrami ka një domethënie të veçantë. Është festa e solidaritetit. Festa kur ata që kanë më shumë mundësi duhet përkujdesen për ata që kanë më pak mundësi. Kështu që në këtë ditë